Fama dhe populariteti i madh shpesh vijnë me anën e tyre të errët, ku kufiri mes jetës publike dhe asaj private zbehet deri në atë pikë sa rrezikohet qetësia e vetë shtëpisë. Një situatë e tillë i ka ndodhur së fundmi këngëtarit të njohur Gjesti, i cili është detyruar të bëjë një reagim publik në rrjetet sociale, pasi fansat e tij kanë shkuar disa herë afër banesës së tij private. Nëpërmjet një postimi në Instagram, Gjesti ka ndarë një mesazh mjaft të ndjeshëm, ku nga njëra anë shpreh mirënjohjen e pafundme për dashurinë e publikut, por nga ana tjetër kërkon me forcë respektimin e hapësirës së tij personale dhe familjare. Ai është shprehur fjalë për fjalë në reagimin e tij. Ju lutem, kam një kërkesë prej zemrës. E di që shumë prej jush vini tek shtëpia ime me dëshirën për të më takuar apo për të bërë një foto me mua dhe vlerësoj pafund këtë dashuri, ama ju lutem më kuptoni dhe mua. Shtëpia është i vetmi vend ku mundohem që të pushoj, të kaloj kohë me familjen dhe të gjej pak qetësi. Kur vjen dikush çdo ditë të tëra, bëhet shumë e vështirë për të patur atë qetësi. Nuk dua që askush të ndjehet i reforzuar apo i parespektuar. Përkundrazi, ju dua dhe ju falenderoj secilin prej jush, por ju kërkoj me shumë respekt që të mos vini tek shtëpia ime. Do të kemi plot raste për të takuar në koncerte, evente dhe vende publike, ku me shumë qejf bëjmë foto dhe kalojmë kohë bashkë. Faleminderit që më kuptoni dhe që respektoni privatësinë time dhe të familjes. Kjo për mua do të thotë shumë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë që ka ndodhur? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.